Më tona I qofshin Allahu Gjellë Shanuhu. Paqa dhe mshira Allahu qobi të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, familjen e ti, shokët e ti dhe mbar ata që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njeriu krijesë Allah Azza wa Jall duhet ta kuptojë një gjë që nuk është krijuar dhe nuk është dalur këtë dynja të sillet vërdall poshtë e natë. Nuk është krijuar që këtë dynja ta konsideroj vetën të humbur. Por krijimin e tij dhe ardhin e tij në këtë dynja duhet ta konsiderojmë nder, privilegj, që ka dashur I madhe Allah të na nderoj dhe të na sjellë këtë dynja. Vëllezër të nderuar, para se të vinte njeriu në këtë botë, Allahu Azza wa Jall përgatiti çdo gjë që I duhet njeriu, që ai jetën e kësaj bote ta jetojë në mënyrë të ndershme, dinjitetshme, dhe ta kuptojë rolin e tij në botë. Ta bindë mendin e tij se ai është mëkëmbës I Allahut Azza wa Jall në dynja për ta ruajtur rendin, qetësinë, harmoninë ndërmjet njerëzimit. Edhe nuk la Allahu Azza wa Jall asgjë të rastësishme, por gjithçka krijoi në vendin dhe për rolin që duhet ta kenë. Të tëra në shërbimin e njeriu. Nuk la asnjë veç që arsyetim për njeriu të mos jetë I dinjitetshëm apo I moralshëm këtë botë, apo I papërgjeshëm, duke mos kryer rolin e tij që ka këtë dynja. Duke u nisur nga kjo, ne duhet të vërdisohemi dhe ta dhojmë përgjegjësinë, ta çojmë vend emanetin që kemi marrë. Kështu na thot Allahu Azza wa Jall: Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Pasi që ka kriju I madhe Allah gjithë këtë teren për njerëzimin, nuk ka ditur kush për njeriu që do të vijë një krijesë me emrin njeri dhe ta shfrytëzoj këtë botë. Veç krijon I madhe Allah përgatit këtë terenin për krijesën njeri që do të vijë. Edhe në hadith kutsi thot: O bita Ademit, krejt këtë botë, këtë dynja, çka e sheh, nuk e sheh shojnë tjerë, çka nine, çka s'nite, do të ninë tjerë. Krejt e kam kriju për ty. Dhe sot na po shohim atë që po shohim dhe po shfrytëzojmë. Nesër do të shetë kush tjetër diçka çka na nuk shohim sot. Ashtu që është parë tonë, nuk I kanë pa këto sen që na sot I shohim. Për kanë dhe këto, kush po I shfrytëzon? Njeriu. Nuk na la, vëllezër të nderuar, Allahu wa fi anfusikum, edhe në vetvetët tona nuk na la gjymt Allahu. Çka? Na I dha syt, na I dha vesh, na dha Kur'anin, inna hedejnahu s-sebile imma shakira wa imma kafura. Sikur ta vjen te Allahu të verbër, pasy do të mund të arcëtohesh për Allah, po jo që të, po Allah do ta futet në xhenet. Pse ka thënë Mesram, ata që Allah I provon me synë këtë dynja, vendi ty si karatum po e sabrë, si karatum xhenetin. Ata që I provon Allahun këtë dynja me vesh, shurdhët, vendi ty në xhenet s'ka më lidhje me sabrë. Por ne që I kemi sytë, I kemi vesh, për neve do të me ka falendërus.
azza wa jall. E këtyre të mirave që na i ka dhënë Allahu, do të falënderoj Allahun. Andaj ata kretë këtë ka pyrë, por ty o njeri, ty dhe muhe, na ka kriju me falënderu Allahun azza wa jall. Me i bo namaz, me respektu ata, me që urdhat e ti në vend. Se na i ka dhonë argumentet. Por vëzër të ndëruar, na dha dhe Kur'an. Shpalli pejgamber deri Muhammed a.s. Shpalli libra deri me Kur'anin. Vetëm e vetëm që jeta e njerëzimit, jeta e muslimanëve të jetë më e rahatshme. Vetëm e vetëm që jeta e muslimanëve të jetë e lehtë këtë dynjë. Pse me Kur'an ka sjell dëshmëri, ka sjell paqe e harmoni. Vëllezër, kush janë ata të cilët e prishin dynjan? Kush janë ata që sjellin zullum në dynja? Kush janë ata që bëjnë luftra në dynja? Kush janë ata që bëjnë krime në dynja? Njeriu. Prej qiellit nuk na vjen. Po njeriu. Po kush janë ata që e sjellin paqen, harmoninë, shoqërinë njerëzore? Kush po i çetson luftra? Njeriu. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, me vërtet, këtë dynja, o ju njerëz, është tërhece, ju tërjetë. Por është shumë e shkurtër. Edhe Allahu këtë dynja ju ka bërë më këmbë zdina, me rujt radhën e cëci. Ju me bo. E keni frikë dynjas. Tut keni dynjas. Qofsi tut një dynjas, që të thotë, mos bëhet të mirat e dynjas, intereset personale dynjas tuaja, mos bëhen objekt shkatërimit dynjas, shkatërimit shoqërisë njerëzore. Po tut një dynjas, që dynjaja të jetë për juve xheneti i sabërës nesër. Et mos jeni përbuz. Se përbuzja është mallkimi më i madh që i bën njeriu dinjë të vet. E sot posaçërisht musliman. Prandaj Allahu azza wa jall e ka ditur shumë mirë. Edhe pse shpalli libra, edhe pse shpalli dërgoi pejgamber, ka ditur që do të ketë njerëz përbuzës. Ka ditur që do të ketë njerëz të mëshirshëm. Por vëzër të ndëruar, ne nuk e dim. Allah të din që dituria ti të përshise. Por ne të jemi prej atyre që të jemi falëndërues ndaj Allahut azza wa jall, e të mos jemi përbuzës. E falënderimi Allahut azza wa jall e vjen në shprehje kur urdha ndaj tij, urdha ndaj familjes, urdha ndaj shoqërisë i çon be. Ky është falënderim ndaj Allahut. E përbuzja është kur ne mashtrojmë kretët tona, thirrëm në Islam, thirrëm në muslimanët, dhe nuk i respektojmë urdhat e Allahut, kemi familje të drejtë dhe kemi shoqëri jo të drejtë. Kjo është përbuzja. Prandaj vëllezër të nderuar, e lutim Allahun azza wa jall që ta bën për atyre muslimanëve që të kthehemi rrugës së Allahut, Kur'anit të tij, që të na lehtësoj këtë jetë. Se vetëm me Kur'an, me fjalët e Allahut azza wa jall, vallahi do të jemi në gjendje që ta kthejmë këtë shoqëri në rrugën e drejtë, në rrugën e mirë. Dhe vetëm me Kur'an, se Kur'ani është celula e njerëzimit për zbari. Wallahi, ku do që të thonë, mu mbështetje të kanë, wallahi do të jemi të humbur. Andaj thot Allahu, wa tasimu bihablillahi jami'an.